Brenda shtëpisë së Big Brother, atmosfera tensionohet shumë kur Dolce dhe Alba përfshihen në një debat të ashpër dhe plot emocione të forta. Çdo fjalë që bie ndërmjet tyre duket e rëndë dhe mbush dhomën me energji dramatike. Dolce, me një ton të vendosur dhe të fortë, i thot Alba se ajo vetëm i qëndron të likit pas përbyth vetëm përpara, duke e sulmuar direkt dhe duke nxjerrë në pah motivet që ajo mendon se kanë shtyrë Alben të sillet në këtë mënyrë. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të ndjejnë tensionin dhe nervozizmin që shpërthen menjëherë. Disa mbeten të shtangur dhe të tronditur nga forca e fjalëve të Dolces, të tjerët shikojnë me kuriozitet dhe shqetësim se si do të zhvillohet situata, ndërsa disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar debatet. Por tensioni është i dukshëm dhe askush nuk mund ta shmangë ndikimin e tij. Dolce nuk ndalet këtu. Ajo vazhdon të flasë dhe thotë se Alba ka qef leket dhe jo limin, duke theksuar se veprimet e saj nuk janë të ndershme dhe nuk kanë lidhje me ndjenja të vërteta, por vetëm me përfitime materiale. Fjalët bien rënd dhe çdo banor që ndodhet pranë ndjen qartë mllëfin dhe vendosmërinë e Dolces. Debati duket se bëhet jo vetëm një përplasje verbale, por një ekspozim i hapur i karaktereve dhe motiveve të banorëve brenda shtëpisë. Alba përpiqet të mbajë qëndrimin, por fjalët e Dolces e lën të tensionuar dhe acaruar. Ajo përpiqet të përgjigjet, por mllëfi dhe intensiteti i momentit e bëjnë situatën të duket edhe më dramatike. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe fillojnë të analizojnë çdo shikim, buzëqeshje ironike dhe çdo lëvizje të tyre, duke e bërë gjithçka më të ndjerë dhe më dramatike. Debati vazhdon dhe Dolce shton më shumë fjalë për të përshkruar sjelljen e Albas, duke thënë se qëndrimi i saj për pasionin e lekeve dhe jo të ndjenjave të vërteta është i papranueshëm dhe i dëmshëm për dinamikën e shtëpisë. Çdo fjalë e saj ka një ton kritik dhe emocional që rrit dramatizmin dhe e bën debatin të duket i gjatë dhe i tensionuar. Alba përpiqet të mbrojë veten dhe të thotë se nuk është e vërtetë, por tensioni dhe mllëfi i Dolces e bëjnë momentin të duket edhe më i ndjerë dhe i ngarkuar. Banorët e tjerë ndjejnë qartë mllëfin dhe tensionin që përshkon dhomën, dhe çdo reagim, qeshje nervoze apo heshtje shton dramatizmin dhe intensitetin e debatit. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku mllëfi, akuzat dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të fuqishme. Publiku ndihet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej debati dhe cili do të jetë ndikimi i tij mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta, me çdo fjalë, shikim dhe lëvizje që rrit dramatizmin e situatës. Banorët ndjejnë tensionin, emocionet dhe mllëfin që përhapen në dhomë, duke e bërë këtë një nga momentet më të diskutueshme dhe më të ndjera të ditës. Ky episod të brenda shtëpisë së Big Brother, atmosfera tensionohet shumë kur Dolce dhe Alba përfshihen në një debat të ashpër dhe plot emocione të forta. Çdo fjalë që bie ndërmjet tyre duket e rëndë dhe mbush dhomën me energji dramatike. Dolce, me një ton të vendosur dhe të fortë, i thot Alba se ajo vetëm i qëndron të likit pas përbyth vetëm përpara, duke e sulmuar direkt dhe duke nxjerrë në pah motivet që ajo mendon se kanë shtyrë Alben të sillet në këtë mënyrë. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të ndjejnë tensionin dhe nervozizmin që shpërthen menjëherë. Disa mbeten të shtangur dhe të tronditur nga forca e fjalëve të Dolces, të tjerët shikojnë me kuriozitet dhe shqetësim se si do të zhvillohet situata, ndërsa disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar debatet. Por tensioni është i dukshëm dhe askush nuk mund ta shmangë ndikimin e tij. Dolce nuk ndalet këtu. Ajo vazhdon të flasë dhe thotë se Alba ka qef leket dhe jo limin, duke theksuar se veprimet e saj nuk janë të ndershme dhe nuk kanë lidhje me ndjenja të vërteta, por vetëm me përfitime materiale. Fjalët bien rënd dhe çdo banor që ndodhet pranë ndjen qartë mllëfin dhe vendosmërinë e Dolces. Debati duket se bëhet jo vetëm një përplasje verbale, por një ekspozim i hapur i karaktereve dhe motiveve të banorëve brenda shtëpisë. Alba përpiqet të mbajë qëndrimin, por fjalët e Dolces e lën të tensionuar dhe acaruar. Ajo përpiqet të përgjigjet, por mllëfi dhe intensiteti i momentit e bëjnë situatën të duket edhe më dramatike. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe fillojnë të analizojnë çdo shikim, buzëqeshje ironike dhe çdo lëvizje të tyre, duke e bërë gjithçka më të ndjerë dhe më dramatike.
Debati vazhdon dhe Dolce shton më shumë fjalë për të përshkruar sjelljen e Albas, duke thënë se qëndrimi i saj për pasionin e lekeve dhe jo të ndjenjave të vërteta është i papranueshëm dhe i dëmshëm për dinamikën e shtëpisë. Çdo fjalë e saj ka një ton kritik dhe emocional që rrit dramatizmin dhe e bën debatin të duket i gjallë dhe i tensionuar. Alba përpiqet të mbrojë veten dhe të thotë se nuk është e vërtetë, por tensioni dhe mlefi i Dolces e bëjnë momentin të duket edhe më i ndjerë dhe i ngarkuar. Banorët e tjerë e ndjejnë qartë mlefin dhe tensionin që përshkon dhomën, dhe çdo reagim, qeshje nervoze apo heshtje shton dramatizmin dhe intensitetin e debatit. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku mlefi, akuzat dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të fuqishme. Publiku ndihet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej debati dhe cili do të jetë ndikimi i tij mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta, me çdo fjalë, shikim dhe lëvizje që rrit dramatizmin e situatës. Banorët ndjejnë tensionin, emocionet dhe mlefin që përhapen në dhomë, duke e bërë këtë një nga momentet më të diskutueshme dhe më të ndjera të ditës. Ky episod të brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni arrin kulmin kur Alba dhe Dolce përfshihen në një debat të ashpër dhe plot mlef. Atmosfera bëhet menjëherë e ngarkuar dhe çdo fjalë që bie ndërmjet tyre duket se është një sulm i drejtpërdrejt personal. Alba, me një ton të vendosur dhe të lartë, i thot Dolce se ajo është prostitut e lagjes dhe se nuk ka nder asnjë gjë. Fjalët e saj bien rënd dhe mbushin dhomën me tension, ndërsa banorët e tjerë ndjejnë menjëherë ngarkesën emocionale që shpërthen. Dolce mbetet e habitur për një moment, duke ndjerë presionin e fjalëve të Albas, por përpiqet të mbajë qëndrimin dhe të mos reagojë menjëherë. Emocionet janë të dukshme, mlef, zemërim dhe tension përzihen në shikimet dhe gjestet e tyre. Banorët e tjerë ndihen të tërhequr nga debati dhe fillojnë të përpiqen të kuptojnë se si do të zhvillohet situata dhe cili do të jetë ndikimi i saj në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Alba nuk ndalet këtu. Ajo vazhdon të përshkruajë karakterin e Dolces dhe sjelljen që sipas saj është e papranueshme, duke theksuar se veprimet e saj nuk kanë moral dhe se nuk duhet të priten respekt nga të tjerët. Çdo fjalë që thot është e zgjedhur me kujdes për të lënë gjurmë tek publiku dhe banorët e tjerë, duke e bërë momentin të duket dramatik dhe të tensionuar. Dolce përpiqet të përgjigjet dhe të mbrojë veten, duke thënë fjalë që përpiqen të qetësojnë situatën, por tensioni mbetet i lartë. Fjalët dhe shikimet e Albas e mbajnë situatën të ngarkuar, dhe çdo veprim apo shikim i Dolces duket se rrit dramatizmin e debatit. Banorët e tjerë ndjejnë emocionet dhe mlefin e shpërthyer dhe fillojnë të diskutojnë ndërmjet tyre, duke analizuar ndikimin që ka ky debat mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta, me çdo fjalë dhe çdo reagim që shton tensionin. Alba e përsërit kritikat e saj dhe nuk lejon që Dolce të marrë frymë pa u ndjerë e sulmuar, duke krijuar një situatë të tensionuar dhe dramatike që e bën momentin të duket i paharrues. Banorët ndjejnë qartë mlefin dhe tensionin që përshkon dhomën, duke bërë që të gjithë të jenë të përfshirë emocionalisht. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku fjalët, mlefi dhe vendosmëria ndërthuren për të krijuar një histori të fuqishme emocionale. Publiku ndihet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej debati dhe cili do të jetë ndikimi i tij mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Atmosfera mbetet e ngarkuar edhe pas përfundimit të debatit, pasi fjalët e Albas lënë gjurmë tek Dolce dhe tek banorët e tjerë. Reagimet e tyre, heshtjet, shikimet dhe komentet e vogla rritin dramatizmin dhe bëjnë që momenti të duket i rëndësishëm dhe i ndjerë nga të gjithë. Ky episod tregon qartë se si fjalët, mlefi dhe emocionet mund të krijojnë tension, intrigë dhe dramatizëm brenda shtëpisë së Big Brother. Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni shpërthen kur Benita dhe Eliona përfshihen në një debat të ashpër dhe shumë të tensionuar. Atmosfera bëhet menjëherë e ngarkuar dhe e ndjeshme, pasi fjalët që bien ndërmjet tyre nuk janë thjesht përplasjes të zakonshme, por një përballje e drejtpërdrejtë me sekrete dhe akuza personale.
Benita, me një ton të vendosur dhe të fortë, i thot Elionës se nuk mund të fshihet pas buzëqeshjeve dhe sjelljeve të saj të përditshme, dhe fillon të nxjerrë sekretin e saj më të madh. Me vendosmëri dhe mbledh, Benita i thot Elionës se ajo ka një të dashur deputet dhe se kjo është diçka që ajo ka përpjekur ta mbajë sekret nga të gjithë, por që tani nuk mund të mbahet më e fshehtë. Fjalët bien rënd dhe tensionojnë menjëherë ambientin. Banorët e tjerë ndjejnë peshën e momentit, disa mbeten të shtangur dhe të tronditur nga kjo deklaratë, ndërsa të tjerët përpiqen të kuptojnë ndikimin që kjo mund të ketë në marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Eliona mbetet e shokuar për një moment dhe duket se nuk e ka pritur këtë sulm verbal. Fjalët e Benitës nuk janë thjesht akuza, por një sulm direkt ndaj privatësisë dhe reputacionit të saj, dhe kjo e bën situatën edhe më dramatike. Ajo përpiqet të reagojë, por mlefi dhe tensioni janë të dukshëm në fytyrën dhe gjestet e saj. Banorët e tjerë që ndodhen pranë nuk mund të mos ndjejnë tensionin e fortë që shpërthen nga çdo fjalë dhe shikim. Debati vazhdon për disa minuta dhe Benita nuk ndalet, ajo vazhdon të përshkruajë situatën dhe të tregojë se si Eliona ka përfshirë veten në marrëdhënie me deputetin, duke nxjerrë në pa jo vetëm sekretin, por edhe sjelljen që ajo e sheh si problematike. Çdo fjalë e saj duket e përzgjedhur për të krijuar ndikim maksimal dhe për të lënë gjurmë tek publiku dhe banorët e tjerë. Eliona përpiqet të mbajë qëndrimin, por emocioni dhe mlefi i momentit e bëjnë situatën të duket edhe më dramatike. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe fillojnë të diskutojnë ndërmjet tyre. E se çfarë ndikimi mund të ketë kjo deklaratë në lojën brenda shtëpisë dhe si do të ndryshojnë marrëdhëniet mes banorëve. Disa janë të shokuar nga sinqeriteti i Benitës, disa të çuditur nga guximi i saj për të nxjerrë sekretin, dhe disa thjesht mbeten të hutuar nga mënyra se si situata po eskalon. Ndërkohë, Eliona përpiqet të reagojë dhe të mbrojë veten, duke thënë fjalë që përpiqen të qetësojnë situatën, por tensioni mbetet i lartë. Çdo heshtje dhe çdo shikim midis tyre duket se shton dramatizmin dhe tensionin emocional të momentit. Debati nuk është thjesht një përplasje e zakonshme, por një luftë verbale e mbushur me mlef, tension dhe emocione të forta që të gjithë banorët dhe shikuesit mund t'i ndjejnë. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të tensionuara dhe më dramatike brenda shtëpisë së Big Brother, ku sekreti, mlefi dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të fuqishme. Publiku ndjehet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohë. Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni shpërthen kur Klodi dhe Eliona përfshihen në një debat të ashpër dhe shumë të ngarkuar emocionalisht. Atmosfera bëhet menjëherë e tensionuar dhe çdo fjalë që bie ndërmjet tyre duket se është një goditje verbale e drejtpërdrejtë. Klodi, i cili duket i acaruar dhe i lodhur nga situata, nuk kursen fjalët dhe i thot Elionës me vendosmëri dhe mlef, "Boll më erdhe mbrapa, se nuk të dua, u bëre si fëmijë, ik largohu." Fjalët bien rënd në ajër dhe menjëherë krijojnë një atmosferë dramatike brenda shtëpisë. Banorët e tjerë që ndodhen pranë ndjejnë tensionin dhe mlefin që shpërthen, disa mbeten të shtangur dhe të tronditur nga intensiteti i momentit, ndërsa të tjerët përpiqen të kuptojnë se si do të ndikojë ky debat në marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Eliona, e cila ndjehet e shokuar dhe e tensionuar nga fjalët e Klodit, përpiqet të mbajë qëndrimin dhe të reagojë, por emocioni dhe mlefi i momentit e bëjnë situatën të duket edhe më dramatike. Ajo e kupton se Klodi është i vendosur dhe nuk do të tërhiqet lehtë, dhe kjo e lë të ndjehet e pafuqishme për një moment. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe fillojnë të diskutojnë ndërmjet tyre se çfarë ndikimi do të ketë kjo situatë dhe si do të ndryshojnë marrëdhëniet mes tyre. Debati vazhdon dhe Klodi përshkruan më tej ndjenjat dhe arsyet e tij, duke thënë se nuk mund të tolerojë më sjelljen e Elionës dhe se është e papranueshme që ajo të vijë vazhdimisht mbrapa tij si fëmijë. Fjalët e tij janë të drejtpërdrejta, të forta dhe plot emocione, duke e bërë debatin të duket i gjallë dhe i tensionuar. Ai përpiqet të tregojë qartë se distanca dhe hapësira janë të nevojshme, dhe se çdo përpjekje për të afruar situatën nuk do të pranohet. Eliona përpiqet të përgjigjet dhe të mbrojë qëndrimin e saj, por çdo fjalë që thotë duket se shton tensionin dhe mlefin e momentit. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të vëzhgojnë me kujdes çdo shikim, buzëqeshje ironike dhe çdo lëvizje. Të tyre, duke kuptuar qartë se kjo përplasje nuk është thjesht një debat i zakonshëm,
por një moment emocional dhe dramatik që prek të gjithë shtëpinë. Ndërkohë, tensioni emocional rritet dhe atmosfera bëhet edhe më e ngarkuar. Fjalët e Klodit lënë gjurmë të forta dhe ndikojnë jo vetëm tek Eliona, por edhe tek banorët e tjerë, duke e bërë momentin të duket i rëndësishëm dhe i ndjerë. Reagimet e tyre, qeshjet nervoze, shikimet të shqetësuara dhe heshtjet e tensionuara, shtojnë dramatizmin dhe intensitetin e episodit. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku mlefi, vendosmëria dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të fuqishme. Publiku ndjehet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej debati dhe si do të ndikojë kjo përplasjes mes Klodit dhe Elionës në marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta, me çdo fjalë, shik.